Lexim si mas Ungjillit të Mateut. E kur të thoni urat, mos të prani me fjalë të kota, por si pagant. Ata mendojnë se do t'u plotësohet urata nëse thonë shumë fjalë. Mos beni si ata, sepse Ati juaj e di mirë se për çka të keni nevojë para se të luteni. Prandaj lutuni kështu: Ati ynë që je në qiell, ushqej noftë e mirë, ardhmëretnia jote, u bën dhunesa jote, si në qiell ashtu mrej. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona sikur se ua falem ne fajtorëve tanë. E mos lejo të bijim në tudim, por na shpëton nga I ligu. Vërtet në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, edhe Ati juaj qiellor do t'ju falë juve. Por nëse ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj qiellor nuk do të falë juve gabimet tuaja.